Jemi në formën jo të dëshirume që kemi ardhur sot në grevë. Kjo është paralajmërim. Edicioni orës 11 të lajmeve nuk është të shku, për shkak se 700 punëtor janë pa paga. Janë gjendje shumë të rëndë dhe i bëjmë thirrje prej këtu Qeverisë Republikës së Kosovës, se mundet me gjetë një zgjidhje ligjore. Ka mundësi. Ta gjeni zgjidhje ligjore dhe pastaj le të provojnë të krijojnë komisione, trupat kuvendit, sepse situata është emergjente, nuk pret. Ne do të presim deri të hënën. Nga e hëna do të fillon greva me masa dhe më të rënda. Dhe nuk do të zgjedhim ndoshta edhe mjete, sepse jemi në një situatë shumë të rëndë. Janë 700 familje pa paga. BSPK-ja ka ardhur në mbështetje të plotë, domethënë për punëtorët e radio-televizionit të Kosovës. Është e papranueshme që domethënë gati të përfundojë edhe muaj edhe këta të punësuar mos t'i kenë pagat. Edhe unë po ju bëj thirrje shqipfolësve në kuvend, qeveri, kudo që janë, që të ulen bashkë edhe të zgjedhin këtu probleme. Kryeministri Kurti është duke përdorur radio-televizionin e Kosovës për shantazh politik në mënyrë që të arrijë qëllimet e tija politike dhe e lut kryeministrin Kurti lëvizjen vetvendosje që lojën politike ta bëj jashtë oborrit të RTK-s, jashtë transmetuesit publik e jo të përdor edhe këtë për presion politik. Nëse nuk zgjidhet kërkesa e punëtorëve të arsimit, kërkesa e punëtorëve të RTK-s, andaj ne do t'i ftojmë të gjithë punëtorët e arsimit që nga Qerdhe deri në universitet që t'i bashkohen punëtorëve të RTK-s për një protestë e urojmë që mos të vijë deri te një greve përgjithshme.